Dje po flisnim për këto variablat e mjedisit, ose environment variables. Dhe disa variabla mjedisi mund të shikojmë me komandën echo, për shembull, një variabël mjedisi është home, që tregon kush është home directory për këtë përdorues, ose print working directory, mban direktorinë ku jemi momentalisht, ose një variabël tjetër mjedisi ishte path, për shembull, që mban këto direktoritë ku kërkon shell-i për një program të caktuar. Kur japim ne një program, në cilën direktori do ta gjej këtë program, cilin program do startoj. Pam që kemi dy lloje shell, domethënë një që quhet login shell, kur hyjmë me username password dhe na hapet një shell, dhe një që quhet non-login shell. Non-login shell është për shembull kur ne jemi loguar në interfaqe grafike dhe hapim shellin për shembull duke klikuar këtu, ose nëse unë shkoj bash këtu, më hapet një shell tjetër. Ky shell hapet direkt pa login, është jo login shell. Tani për dal nga ky, shkruaj exit, dal nga ky bashi që ishte këtu brenda dhe tek shelli që isha, sepse ishte shell pas shellit. Edhe po ta jap edhe një herë bash, po të bëj ps për shembull, shikoj që janë dy procese bash këtu. Tani bëj exit, dal nga ky i dyti, bëj prapë ps, shikoj që kemi vetëm një proces bash, që është në punë. Një tjetër variabël është ist size, variabël mjedisi, do një vend bosh këtu. Hist size mban atë, ose i tregon sistemit se sa duhet jetë madhësia e komandave që duhet ruajë në memorje. Edhe në rastin konkret është 1000. Tani nëse duam ta ndryshojmë këtë variabël mjedisit, ta bëjmë 2000 për shembull, ose 1500. Mund ta ndryshojmë me komandën export hist size baras me 2000, ose merr vlerën 2000. Tani, nëse e shikoj prapë vlerën e kësaj, është 2000. Por ka një gjë tani, nëse unë bëj logout edhe bëj prapë login, atëre kjo variabli ndryshorja hist size nuk do ketë vlerën 2000, po do ketë atë vlerën 1000 që kishte më përpara, sepse ajo është përcaktuar në një skedar konfigurimi, në një nga ato skedar të konfigurimit që ngarkojnë kur hapet shell. Nëse dua ta bëj permanente ose të përhershme, që kur të hyj erën tjetër, prapë ta kem me vlerë 2000, jo me vlerën 1000, atëre këtë komand duhet ta shtoj në një nga skedarët e konfigurimit, që ngarkohet kur hapet bashi. Dhe zakonisht skedari më i përdorur është skedari bashrc, .bashrc. .bashrc. Domethënë kjo është home, në direktorinë home të përdoruesit, kemi këtë skedarin .bashrc, që është një nga skedarët e konfigurimit që ngarkohet për një jo login shell. Faktikisht edhe login shell e ngarkon, kështu që në mënyrë të thotë, kështu që nëse ne bëjmë ndryshimin te ky skedar, atëherë sa që të bëjmë logout dhe login, do ta marr këtë ndryshim. Atëherë do ta hapim këtë skedar me nano për ta edituar. Ctrl A, Ctrl D, pastaj nano, dhe do shkoj në fund të këtij skedari. Në fakt, ja ku deklarohet kjo, hist size deklarohet 1000, mund ta ndryshoj këtu ta bëj 2000 për shembull, ose mund të shkoj në fund edhe ta deklaroj edhe një herë. Deklaroj edhe një herë hist size me vlerën 2000. Tani në editorin nano e shkruajmë me Ctrl O, i bëjmë save,
Për ta bërë save, shtypim Ctrl O. File name to write, po, shtypim enter. Dhe tani i bëjmë exit. Tani nëse unë bëj logout, si mund të bëj logout? E mbyll shellin me exit. Edhe hap një shell tjetër. Dhe kontrolloj se sa është vlera e hist size. Echo hist size. Shikoj që tani ka vlerën 2000. Edhe gjithmonë në vazhdim do ta ketë vlerën 2000. Edhe nëse edhe pas nesër bëj logout, bëj login, ajo prap atë vlerë do marrë. E provoj gjitha, po ke ndonjë ide në problem. Okay. E para hist, e arma nisë, në nësë dhe të në generator, dhe dojnë një dolar. Fillon me dolar, që ma një vlerën e dojnë. Kështë të kasë. To, e jemi të dhe, to, e to dhe në to, se në të një. To, shkëm të e to dhe në të add. Po, tani shkruaj e to me zote, po. Ok, shumë. Hajde. Tani, një ndryshore tjetër e mjedisit është PS1. Kjo PS1 tregon ose mban formatin e promptit që do dali këtu. Dhe nëse ne ndryshojmë vlerën e kësaj vlerën e këtij variabli, atëherë na ndryshon prompti. Po para se ta ndryshojmë, le ta ruajmë në një variabël për si tip backup, që ta kemi kollaj që ta kthejmë mbrapsht. Po e bëj PS1 underscore all, merr vlerën $PS1. Echo PS1 underscore all. Pra, e kanë ngojtur të kjo ndryshorja PS1 all, sepse ne do bëjmë ca prova, do ta ndryshojmë edhe që ta kthejmë mbrapsht këtë variablin PS1 ashtu siç ishte. E bët provë? E bët këtë? Tani, le ta ndryshojmë PS1, merr vlerën, pra, sa po ndryshova këtë PS1, më ndryshoj prompti. Pra, prompti u bë ky, një shigjetë dhe një vend bosh mbas shigjetës, që është kjo këtu. Po nuk të dërajsh. A? Po nuk të dërajsh të dërajsh. E ke bërë PSI, PS1. Vlerë e një shigjetë në lartë? Po. 1. Në të shigjetë dhe dhe se? Po, tani prompti është një shigjetë dhe një vend bosh. Okej, shumë. Tani po ndryshojmë prapë vlerën e PS1, po i japim një vlerë tjetër. Po nxjerr me shigjetën lart këtë komandën, që ndryshova atë, edhe do ta bëj vlerën e PS1 $, edhe vend bosh. Tani, kjo $, është, siç e dim që të mos interpretohet dollari si variabël, domethënë që mos ta marr domethënë ta interpretoj si karakterin dollar. I bën escape me slash. Po e ndryshoj prapë vlerën e PS1, se po bëm ca prova. /a, vend bosh, /h, vend bosh, $, vend bosh. Si ishte pa përre?
po, lëkë në mbosh edhe mbyllë e thonjëzën. Thonjëzën qifte, po. Në rregull. Tani, qa është kjo slash h është host. Do më thëmë, këtu kemi hostin që në rastin tim është UNIVL, është hostname i kompjuterit. Pastaj kjo slash dollar është vetë shenja e dollarit, dhe kjo slash a, me sa duket është ora. Pra, ajo slash a tregon kohën, ose orën. Tani po e nxjerr prapë me shigjet lartë këtë PS1 me vlerën, edhe do t'jap një vlerë tjetër. Po bëj këto llapat, pastaj slash u et slash h, vend bosh slash w, pastaj këtu mbrapa po vendos një slash dollar edhe një vend bosh. Tani, qa është kjo slash u? Slash u është username, është useri. Slash h ishte hosti, që në rastin tim është UNIVL, dhe kjo slash w është current working directory, që në rastin konkret është home. Është home, prandaj e tregon me atë shenjën e lakuar. Nëse do bëj për shembull cd desktop, atëherë current working directory është vje lakuar slash desktop. Pra, kjo slash w tregon gjithmonë direktorin ku ndodhen. Pastaj kjo shenja me vogël dhe shenja me madhe janë thjesht karakteret, me vogël dhe me madhe, edhe kjo slash dollar nxjerr vetë këtë shenjën e dollarit edhe një vend bosh mbas promptit. Tani Arti. Skype. Dakor. Bëj edhe një me Ctrl Shift copy, Ctrl Shift paste. Okej, diçka që ndërtuar për Skype. Bëj exit, edhe një exit. E kena këtu në lartë. Është kjo shenja këtu që se ke mbyllur. Këtu e ke bërë thonjë qifte, këtu e ke bërë thonjë steke. Atë mbyllën me thonjë steke. Hapet një. Okej, shumë. Në qoftë se duam që ky prompt të jetë përhershëm, këtë komandë do ta shtojmë tek do ta shtojmë te skedari .bashrc. Pra, do t'i bëjmë nano, editojmë dhe e shtojmë në fund të këtij skedari. Shtojmë këtë komandën. Nëse duam që ky prompt të jetë i përhershëm. Po faktikisht nuk e duam. Ai prompti fillestar që kishte vetë ishte më i mirë. Kështu që po e kthejmë mbrapsht atë promptin fillestar. Si do ta kthejmë mbrapsht? Me komandën ps1 me vlerën dhe ps1_old. Dhe kjo e kthem mbrapsht atë promptin që kishim sepse e kemi ruajtur tek kjo variabla. Ose një mënyrë e thjeshtë për ta kthyer mbrapsht siç ishim, dalim nga ky shell me exit, edhe e hapim edhe një shellin dhe meqense ajo nuk është ruajtur, do na dal prapë prompti që ishte fillimisht. Tani atë nano e bën sa për shembull, se faktikisht nuk duam ta ndryshojmë, nuk duam ta editojmë, kështu që dil nga nano me Ctrl X dhe ose kthejmë atë variablën e tjetër siç e kishim, ose bëjmë exit edhe hapim shellin edhe një shkruaj exit, do ta mbyllur terminalin. Po,
në mbi dela shelli, atëre jetë. Dhe në qëse nuk e ruajnë atë ndryshimin që i kënë promptit, nga dhe promptit që kishim. Tani nuk të mandosh pak. Shpënja. Po, dhe shka kështë nuk është se kënë përmjën dhe është bosh, është promptit bosh. Dhe me një ka të promptit në atëm dhe njerë, darën dhe promptit që kishim, se nuk e gojnë në shimë që i kënë promptit. Reguloj dhe një shpënja, dhe dhe njerë. Tani, do shikojmë një dy komanda që përdoren për të kërkuar për skedar. Një nga këto komanda është locate. Për shembull, locate bin/zip. Edhe mua më del një listë gjatë, nuk e di, mbase ju del edhe juve, ose nuk e di se çfarë vjen. /zip. Locate. Po, jo, ta nxjerrë një komandë. Po. Është kjo komanda. Locate bin/zip. Thjesht janë disa fjalë, që kërkojmë me këtë bin/zip, nuk kërkojmë për një program tjetër. Okej, të rregull. Pra, kjo locate kërkon për jo vetëm për programe, po për çfarë do lloj skedari që ka këto në përmbajtje, ka këto bin/zip. Për shembull, kemi këtu bin/zip. Hajde. Tani. Për shembull, te ky skedar këtu, që është një skedar me emër të gjallë në një direktori, kemi këtë bin/zip. Pra, kjo nxjerr gjithë skedarët që kanë këtë fjalë, bin/zip. Tani, ka një gjë kjo komanda, ose këtë komandë locate mund ta kombinojmë edhe me komanda tjera. Për shembull, locate zip, edhe e kalojmë te komanda grep me pipe. Grep bin. Atëherë kjo të gjitha rreshtat që përmbajnë fjalën zip ose të gjithë skedarët që kanë fjalën zip në emër, edhe pastaj me grep do t'i filtrojmë vetëm ato, do nxjerrim vetëm ato që përmbajnë edhe fjalën bin. Mua më dalin pak më shumë, sepse e kemi... Po. Okej. Pra, mund ta kombinojmë të locate edhe me komandën grep, që bën filtrim. Ose mund ta kombinojmë edhe për shembull me komandën e bëm këtë, tani mund ta kalojmë këtë output te një filtr tjetër, për shembull grep -v unzip. Sepse kjo komanda këtu nxjerr gjitha që kanë zip, po ka edhe ato që janë me unzip. Do të thënë ka që janë edhe me unzip. Kështu që e shkruaj gabim këtë grep. Pra, pasi nxorëm këtë listën në sipër, e kalojmë edhe te një filtr tjetër që kjo komanda, ky opsioni -v e kemi të kundërt. Rreshtat që nuk përmbajnë unzip. Do të thënë shfaq vetëm rreshtat që nuk përmbajnë unzip. Pra, kërkojmë gjithë rreshtat që përmbajnë fjalën, gjithë skedarët që përmbajnë fjalën zip, e filtrojmë të gjithë ata që përmbajnë fjalën bin, pastaj e filtrojmë prapë të gjithë ata që nuk përmbajnë fjalën unzip. Pra, mund të bëjmë kombinime të tilla për të gjetur një skedar të caktuar. Tani, kjo komanda locate kërkon në një databazë. Është një program që i indekson gjithë skedarët e sistemit edhe krijon një indeks. Dhe kur japim komandën locate, ajo kërkon te ky indeksi dhe nxjerr rreshtat përkatës. Tani efekti ka kjo? Kjo ka një efekt që nëse unë krijoj një skedar tani, nuk e gjen komanda locate, nëse e kam krijuar tani. Pse? Sepse nuk është indeksuar, nuk është në indeks. Është një komandë që ekzekutohet automatikisht çdo ditë, update db, që bën updating e databazës së këtyre skedarëve, por nuk e gjen atë skedarin që kam krijuar tani. Është një komandë tjetër për të kërkuar skedarët, që quhet find. Kjo komandë kërkon në çdo direktori, edhe nën direktori që i japun, për një skedar ose një direktori me disa kritere të caktuara. Për shembull, find kërkon në direktorin home, për shembull.
Do gjithë skedarët, do listoj gjithë skedarët dhe direktorit që janë në direktorin home. Pra, këtu është emri i direktorisë dhe ajo liston gjithë skedarët dhe gjithë direktorit dhe nën direktorit që ndodhen në këtë vend, në direktorin home. Qose shkruaj find pik, kërkon në direktorin ku jemi. Por do t'jap një filter, type D. I them që listo vetëm ato që janë direktori. Type D nxjerr vetëm direktorit. Type D? Po, minus type D. Find pik, pik është direktoria ku jemi. Pra kërkoni në direktorin ku jemi dhe listo të gjithë ato që janë direktori. Po nëse duam të kërkojmë të listojmë vetëm ato që janë skedar, type F, pra file, listo only files. Tani le të bëjmë disa kontrolle. Nëse e nxjerrim edhe një herë këtë type D dhe numërojmë se sa direktori janë. Pra, kjo liston të gjitha direktorit dhe nën direktorit në direktorin ku jemi. Dhe pastaj e kalojmë te komanda word count me opsionin L që numëron se sa rreshta ka në input. Domethënë kemi 1347 direktori. Tani kërkojmë bëjmë të njëjtën komandë po me file. Domethënë gjejmë se sa skedar kemi në direktorin ku jemi. Tani e provojmë prapë këtë komandë, por pa event kriter. Pa event kriter do të thotë që ajo liston edhe skedarët edhe direktorit. Dhe na del 7665. Tani nëse mbledhim numrin e direktorive me numrin e skedarëve, duhet na dal numri total. Po sikur s'na del, më duket. Ja ta bëjmë një provë, ti mbledhim. Echo 1000 Ja ta shikojmë. Domethënë, po të mbledhim këto, na del më pak se numri total. Apo jo? Janë një 7 më pak se numri total. Në rastin tim, a? Po, më pak, pravim? Po, sa më pak. Një më pak. Po, mua pse ndalim kaq shumë më pak? Tani kjo e gjëmë gjitha edhe të fshehurat, nuk besoj, kjo shumë që është skedari fshehur, që fillon me pik, e liston, nuk ka problem për këtë. Për ta bëj një lësa letë, shikoj që kam për. Që numri total është më pak, i bie që disa skedar, domethënë llogaritën edhe si file edhe si direktori ose diçka e tillë. Nëse tani për momentin po i vjen më tot se dalim më pak, por që aty afër dalim, nuk kanë diferencë të madhe. Do ta vrasim unë, do ta gjejmë. Le të bëjmë një shembull tjetër, po tani për ta bërë këtë shembull, faktikisht duhet të drejta administratori, për ta bërë tamam. Gjithsesi ne po e provojmë një herë, po kërkojmë në direktorin /etc, ato që janë skedar, dhe po i numërojmë. Pra po numërojmë se sa skedar ndodhen në direktorin /etc. Vetëm se që ta bëj këtë punë find duhet që të ketë drejt që të lexoj direktorit. Edhe në direktorit e kësaj direktorie. Por këtu thot permission denied, edhe këtu thot permission denied, në këtë direktori s'ka drejt lexoj. Pra se bën dot punën tamam sepse s'ka drejta të lexoj.
atëherë në rastin tim unë do t'i shtoj një sudo. Kurse ju nuk bëni dot administrator, kështu që thjesht shikoni këtë shembullin tim. Pra, nëse e jap komandën me sudo përpara, kjo komandë ekzekutohet si administrator dhe administratori ka drejta të gjitha direktorit. Së rashmë. Po, edhe rezultati është janë kaq skedar. Tani po i shtoj një opsion tjetër këtu, që është name will.conf. Pra, do gjej të gjitha ato që janë skedar, por njëkohësisht plotësojnë edhe këtë kushtin emri ka këtë format, will.conf. Do të mbaron me përmbajtësën .conf. To sa bëni dot pra. Pra se bëni dot ose mund ta provoni, do të nxjerrë sa gabime dhe do ju nxjerrë një numër, që ndoshta nuk është i saktë. Për shembull, me këto gabime ma manzori numrin 1903, pa gabime manzori 1904, që gjithsesi nuk ka ndryshim shumë të madh. Mund ta provoni, do të nxjerrë ca gabime që permission denied, por gjithsesi do japë një rezultat në fund. Sudo pasu të... Po jo, provojni pas sudo. Pas sudo. Po, ose po e provoj dhe unë pas sudo, që mos të ngatroni do juve. Thot ca permission denied, po gjithsesi numri i skedarëve me përmbajtësën 279 është prapë i njëjtë, sepse si duket shumica e këtyre direktorive janë bosh. Prandaj nuk ka ndryshime. Edhe pse aty s'ka drejt lexoj, ato do direktorë faktikisht janë bosh. Ose pothuajse bosh. Tani, po e nxjerr edhe një herë këtë komandën në sipër, nuk e di, e provojt këtë komandën? Po e nxjerr edhe një herë këtë komandën në sipër dhe po shtoj edhe një kusht tjetër këtu. Domethënë, gjithë skedarët që e kanë emrin will.conf, që mbarojnë me prapashtesën .conf, dhe që e kanë madhësinë size minus 2k. Minus 2k do më thënë më pak se 2 kilobajt. Pra, janë 161 skedar me prapashtesën .conf në rastin tim, që e kanë madhësinë më pak se 2 kilo. Kjo minus do më thënë më pas. E provuat? Yes. Qa në më të rrjuar? 165. Okej. Tani e nxjerrim pra këtë komandën në sipër dhe në vend të minus 2k e bëjmë thjesht 2k. 2k do të thënë skedarët që kanë madhësinë fiks 2 kilobajt. Në rastin tim dalin 49. Sa i dalin ju? 51. Okej. Në rregull. Tani po e bëj prap këtë komandën, e nxjerr edhe një herë dhe tani po e bëj plus 2k. Plus 2k do të thënë që e kanë madhësinë më shumë se 2 kilobajt. Tani mua më dolën 69. Okej. Tani numri total ishte 279 për rastin tim. Pastaj 161 nga këta e kanë madhësinë më pak se 2k. 49 e kanë madhësinë fiks 2k. Edhe 69 e kanë madhësinë më shumë se 2k. Tani po të mbledh këta tre numra, do të ndali ky numri 279 këtu. Ja ta provojmë një. Pra numri ishte 279. I vura këtë si koment përpara, thjesht ta shikoj. Tani po e mbledh këto eko 161
plus 49. Ju mund ta provoni me ata numra që ju kanë dalë juve. Plus 69. Po e kaloj tek PC, që është calculator, binary calculator ose diçka e tillë, edhe më del fix 279, sa numri total. Pra, kërkuam për gjithë skedarët me pravashtesën.conf, na dolën 279. Kërkuam për ata që janë me pravashtesën.conf, por me madhësi më pak se 2 KB. Pastaj ata që kanë madhësi fix 2 KB, ata që kanë madhësi më shumë se 2 KB, edhe po ti mbledhim numrat na rakordojnë, domethënë përputhen. Tani, kjo komanda find faktikisht është goxha e fuqishme dhe mund të bëhen, domethënë, këto kushtet mund të jenë shumë të komplikuara. Po shkruaj një komandë më të komplikuar unë, ju po doni shkruani, po doni mos e shkruani, se faktikisht është pak e komplikuar. Mundet edhe vetëm të shikoni, të shembullin që po bëj unë. Atëherë find kërkon në direktorin home. Tani, me qenë se do bëjnë disa kushte, do t'i rretoj me klapa, po klapat kanë kuptim special në Linux, kështu që duhen bërë escape me slash, që të mos katërohet shellin, të mos t'i interpretohet si diçka tjetër. Atëherë type F, do të thënë që janë skedar, kërko për skedar, dhe pastaj not është operatori logjik jo. Perm, permission, 0600, pra ky është kushti i parë në klapa, kushti i parë, dhe siç e vini re, le edhe vend bosh këtu, midis klapave, se e ka të nevojshme bashkë për ta interpretuar tamam. Tani bëj një operator logjik or, prap po hap këto klapat se do vendos një kusht tjetër, type directory, type D, dhe permission not perm 0700. Këtu kam bërë një gabim këtu, minus perm, domethënë kjo është me një minus për para, permission. Okay. Edhe një komanda. Tani, kjo duke si komandë shumë e komplikuar, po faktikisht mund ta kuptojmë fare kollaj. Tani, kjo type F është domethënë që janë skedar. Kjo perm kontrollon permissions të skedarit. 0600 qa permissions janë për një skedar? Read write for owner, edhe asnjë të drejtë për grupin dhe asnjë të drejtë për të tjerët, apo jo. 6 është read write edhe jo execute. 6. Tani, kjo not, do të thënë ata skedar që nuk kanë këtë permission. Skedarët që nuk kanë këtë permission, sepse not e kanë kushtin në të kundërt. Çfarë do të thënë që s'kanë këtë permission? Këta skedarët që vetëm owner i ka drejt, janë si thua të mbrojtur, janë të sigurt. Atëherë kërkojnë për gjithë skedarët që nuk janë të sigurt. Nuk kanë, po ta quajmë të good permission, që s'kanë good permission. Good permissions që skedari është i sigurt. Atëherë kjo liston gjithë skedarët që nuk kanë good permissions. Tani plotson këtë kusht ose plotson këtë kushtin tjetër, meqense lidhen me or. Kushti tjetër është type directory edhe permission 700. 700 është që owner ka read write execute permission në directory edhe grupi dhe others nuk kanë asnjë të drejtë. Pra kjo kërkon për ato directory që s'kan good permissions. Pra në përgjithësi kjo komandë liston gjithë ato skedar ose directory që s'kan good permissions. Po ta themi kështu në thonjza good. Good që janë të sigurta, që vetëm pronari, ai zotruesi mund t'i shikojë dhe t'i modifikojë. Pra, thjesht që për të pasur një ide që me këtë komandën find mund të bëjmë edhe gjëra të komplikuara. Tani do shikojmë disa teste të tjera. Tani, me komandën touch, po krijoj disa skedar. Test,
1 presjer 2 presjer 3 pick back ls test yll test yll pick back. Pra, me këtë komandën test 1 presjer 2 presjer 3 e pam atë shell expansion që kjo e ndan në 3 argumenta këtë. Ka krijuar këta tre skedar. Edhe po t'i listojmë e lësë yll pick back, shikojmë që janë këta tre skedar këto. Tani, leti gjejmë këta me komandën find. Find, kërkon në direktorin ku jemi, type f, që është skedar, name, ati, mund të shkruash. Yll pick back, na gjen faktikisht edhe këtë skedarin këtu. Kështu që po e riformuloj këtë që të gjej vetëm këta tre që kryuam ne për test, jo këtë skedarin tjetër. E nxjerr edhe një herë me shikjetën mbrapa, e bëj test yll pick back. Pra, gjej këta skedar, test yll pick back. Tani, e nxjerr edhe një herë këtë komandën sipër dhe komandës find mund t'jap edhe një action. Action delete për shembull i fshin këta skedar. Pra, i shton në fund të minus delete. Pra, pasi ti gjesh këta fshi. Tani, nëse kërkoj prap, nuk janë. Ose nëse bëj ls test yll pick back, s'kemi më. Dakor? Pra, komandën find mund ta kombinojmë edhe me disa action, me disa veprime. Një nga këto action është delete. Kjo delete skedarës që gjën i fshin. Tani, po i krijojmë edhe një herë këta skedarët që krijuam shpart, të njëjtët skedar me komandën find. Po unë po e thras komandën find me control r, po shtyp control r dhe pastaj po shkruaj jo find, po ishte touch, të shkojta TO, më nëzori këtë komandë, jap direct enter. Control R. Pastaj TO, shkoj TO, të dhe komanda touch, shkoj enter, direct. Dhe vira skedar. Bëj një kasë, Ctrl C dhe provoj edhe një. Control R. TO, shkoj TO për touch. Po, doli komanda touch sipër, tani shkoj direct enter. Pra, i krijuam edhe një test skedar se duam të bëjmë një test tjetër, duam të bëjmë një shembull tjetër. Tani po nxjerr edhe një herë këtë komandën më sipër që bëri delete. Këtë komandën që bëri delete dhe përpara delete po jap këtë veprimin print. Print dhe pastaj delete. Atëherë çfarë bën kjo? Skedari që gjën i printon, i nxjerr në ekran dhe pastaj i fshin. Edhe po të kontrollojmë si kemi më. Test yll pick back nuk ka. Dakor? Tani, nëse nuk jap asnjë action, komandës find, by default ajo ka këtë print si action. Domethënë, gjën skedarin dhe thjesht e printon, nëse nuk i them asnjë veprim që duhet bëj. Po i krijojmë edhe një skedar test. Control R, TO, edhe enter. Touch test 33, pick back. I kontrolloj edhe një herë që janë këtu. Tani po nxjerr edhe një herë këtë komandën më sipër me print dhe delete dhe do ta ndryshoj veprimin. Nga print delete do ta bëj exec. Pra një veprim tjetër ose një action tjetër është exec. Dhe kjo ekzekuton një komandë. Komanda që ekzekutohet është rm, por duhet jap edhe këtë. Dhe kjo ka kuptimin këto dy klapat gjakrushe.
kanë kuptimin që këtu vendos emrin e skedarit që gjën. Po meqense Shelly i interpreton këto klapa gjatë që i interpreton për shembull në rastin e kësaj expansion, e interpreton si expansion, atëherë jemi të detyruar ta rrethojmë me thonjza. E rrethojmë me thonjza që Shelly mos ta kuptoj këtë si expansion. Jemi? Okay. Pra që mos ta kuptoj si expansion. Pra kjo RM këtu i kalon emri i skedarit që gjendet me anë të kësaj si tip argumenti. Edhe ka nevojë edhe për një pikpresje në fund. Dhe edhe pikpresja duhet bërë escape. Pra, kjo komanda exec merr një komandë dhe kjo komanda mund të marrë si argument emrin e skedarit që gjendet, por ka nevojë edhe për një pikpresje në fund. Që duhet bërë escape, sepse edhe pikpresja interpretohet nga Shelly. Kështu që kur e bëjmë ne escape, kjo i kalon komandës find. Nuk interpretohet nga Shelly, por i kalon si argument komandës find. Po i krijojmë edhe një skedarët me touch. Dhe tani thrasim pra komandën find në përpara dhe do ta heqim këtë exec, do ta heqim këtë action dhe normalisht kjo i printon në ekran ato emrat e skedarëve që janë. Por ne mund ta kalojmë outputin e kësaj komande tek komanda xargs echo. Tani, outputi i kësaj komandës kush është? Janë këta tre rreshtat. Kjo komanda xargs i mbledh ato rreshtat e inputit që vijnë nga inputi dhe ja kalon si argumente kësaj komandës që vjen mbrapa. Atëherë është një lloj sikur të ekzekutojmë komandën echo me emrat e këtyre skedarëve si argumenta. Dhe komanda echo thjesht i printon në ekran. Dakor? Tashi, mund ta bëjmë edhe komanda mund të jetë edhe ls-l për shembull. ls-l merr si kjo komanda ls-l merr si argumenta gjithë rreshtat që nxjerr kjo komandë. Dhe kjo komanda xargs nga rreshta i kalon si argumenta të kësaj komande. Edhe ls-l printon nga një rresht për secilin skedar. E thrasim dhe një komandën më sipër dhe e provojmë me komandën rm. Pra, edhe kështu mund t'i fshim skedar. Dhe për mendimin tim, kjo mënyra me pipe edhe me kombinimin e komandave është më e thjeshtë dhe më elegante sesa me veprimet e findit. Tani, kjo komanda rm do marrë mbrapa emrat e skedarëve që gjën komanda find dhe do t'i fshim. Tani, po të shikojmë prapë me ls ose ls test ul.back, shikojmë që janë shqip, nuk janë më. Tani do shikojmë një shembull tjetër me find, ose disa shembuj të tjerë, po i bëjmë një clear ekranit, clear screen. Dhe për këtë shembull, le të shikojmë, kemi direktori test këtu? Jo, s'kemi, kemi këtë direktorin test 1. S'ka gjë, do krijojmë një direktori test. Do krijojmë një direktori me mkdir test/ dir 001 001 këtu. Por kjo komanda mkdir ka nevojë edhe për të opsionin -p, sepse direktoria test momentalisht nuk ekziston. Kështu që s'mund të krijojmë në direktori të kësaj pa ekzistuar direktoria test. Kurse me opsionin -p mund të krijojmë, domethënë, kur japim opsionin -p, komanda mkdir krijon edhe test, krijon edhe në direktori. I krijuam po. Tani do krijojmë disa skedar brenda këtyre direktorive që krijuam. Dhe këta skedar mund t'i krijojmë me komandën touch.
touch test /dir minus 001 range nga 001 tek 100 dhe pastaj file minus një range nga A deri te Z. Po të shikojmë përmbajtjen e direktorisë test, shikojmë që ka 100 direktori. Dhe po të shikojmë përmbajtjen e një nga këto direktori, secilën nga këto direktori, për shembull dir 001, shikojmë që ka 26 skedar, që faktikisht janë skedar bosh, po për shembull tonë nuk ka rëndësi. Edhe secila nga këto direktori ka nga 26 skedar. Po ta shikojmë secilën prej tyre ka 26 skedar. Tani me këtë strukturë direktorish që krijuam, ne mund të përdorim komandën find për të gjetur disa skedar bazuar në disa kritere të caktuara. Find kërko në direktorin ose gjej në direktorin test type f, do të thënë që është një skedar. Okej, tani po bëjmë komandën find. Pra, kërko në direktorin test type f, do të thënë që janë skedar. Dhe name file A. File minus A. Pra, do kërkoj gjithë ata skedar që kanë këtë emër, file A, në direktorin test. Dhe ajo, në secilin nga këto në direktori është vetëm një skedar që ka këtë emër, edhe listojnë gjithë ta skedar. Edhe po t'i numërojmë me... Ja, shikoj edhe. Po t'i numërojmë me komandën wc, shikojmë që janë 100 skedar të tillë. 100 skedar të tillë, sepse është nga një për çdo direktori, dhe kemi 100 direktori të tilla. Nuk mund të lësoj. Se së dërësh. Sepse ti e harruan një minus tek file, kështu që ku ke bërë këtë, kështu që e kështu komandën dhe kështu, pa minus, e harruar këtë minusin. Po, ta arsi. Pra, kur ta bëjmë në shembullin, nga që ti ke krijuar pa minus, po, jepë shembullin pa minus, okay? Pra, kemi gjetur gjithë këta skedar. Tani, brenda direktorisë test, po krijoj edhe një skedar tjetër bosh, që me emrin timestamp. Touch, test, timestamp. Pra, është shkruar ky skedar i këtu. Tani, ky skedar është shkruar më mbrapa se këta skedarët e tjerë, kështu që e ka kohën e modifikimit më të vonshme se këta skedarët e tjerë. Dhe ne mund ta përdorim këtë fakt të shembull që do bëjmë më mbrapa. Fillimisht po shikoj kohën e modifikimit të skedarit timestamp me stat. Stat test timestamp. Kjo stat jep disa statistika për këtë skedar. Dhe në këto statistika shikoj që size 0, blocks 0, do të thënë është skedar bosh. Pastaj këtu janë të drejtat e skedarit, këtu është zotëruesi i skedarit edhe grupi default. Pastaj këtu ka kohën e accessit, last access, last notification, last change, creation time. Në koha e krijimit, që faktikisht janë të njëjta, gjitha në këtë rast. Tani nëse unë i bëj touch prap të skedarit, kjo touch ndryshon kohën e modifikimit të skedarit. Dhe shikoj prap statistikat, Qa ka ndryshuar, shikojmë që kjo birth time është e njëjta, do të thënë koha e krijimit është e njëjtë siç ka qenë, por kjo change, modify
edhe access ka ndryshuar. Domethënë kjo touch thjesht ndryshon këtë kohën e aksesimit dhe të modifikimit të një skedari. Nuk i bën ndryshim tjetër, vetëm kohën. Thjesht e modifikon. Tani, po e tras edhe një herë të komandën më sipër me find, që gjetëm këtë skedarin file A, po e bëj këtë file B, sa për shembull, dhe po ekzekutoj komandën touch. Exec, pra veprimi exec, touch, edhe njerë na duhet emri i skedarit që është gjetur, edhe do edhe një pikpresje, që mund të jepet edhe kështu, mund të bëhet edhe escape edhe kështu pikpresja. Pra, të gjithë këta skedaret me emrin file B, të secili prej tyre po ekzekutoj touch, që touch faktikisht ndryshon thjesht kohën e modifikimit. E bën? Tani do shikoj një test që përdor kohën e modifikimit. Do bëj një kërkim, find, të diritoria test, type F, që është skedar. Tani është një kushti newer, test, timestamp. Pra, do kërkoj të gjithë skedarët që kanë kohën e modifikimit më të re se ky skedari test timestamp. Tani, sipas mendimit tuaj, cilët janë këta skedarë që kanë kohën më të re se skedari test timestamp? Janë këta skedarët me emrin file B, sepse këta i modifikuan me komandën touch. U modifikuan kohën me komandën touch pasi ishte krijuar skedari test timestamp. Kështu që nëse jap këtë komandë, gjen gjithë skedarët që kanë këtë emër. Sepse këta e kanë datën e modifikimit më të re se sa ky skedar. Janë modifikuar më vonë se sa është modifikuar ky skedar. Ja. Edhe nëse i numërojmë këta, na dalin që janë 100 skedar të tillë. Normalisht se është nga një skedar për çdo direktori. Tani, kemi edhe disa komanda për ta mbyllur këtë me find, t'i bëjmë që sot apo t'i lëmë për të hënën? Të hënën? Okej, po e lëmë për të hënën, po e mbyllim për sot.